Nxënësit e shkollës së mesme artistike Teftatash Kokoço janë duke realizuar një pikturë murale të parën në ambientet e shkollës. Ata kanë përzgjedhur si personazh piktorin spanjoll Salvador Dali, përfaqësuesi i surrealizmit, piktor që i përket periudhës së fundit të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20. Ky është një nga portretet e piktorëve më të njohur në botë. Pa realizojmë sa mundësi kemi, domethënë, dhe që dalë sa më mirë. Keni realizuar dhe më herët piktura të tilla? Po, kam realizuar shumë. Kanë qenë të ndryshme, domethënë varet në preferenca, dekore, palestrash, shkollash, skenografi, gjëra shumë. Piktura ka qenë një nga pasionet më të mira që kam pasur unë dhe prandaj më pëlqen shumë. Ndërkohë dhe nxitja e profesor Ariolit sa ju ka ardhur në ndihmë? Në ka ardhur shumë në ndihmë. Profesor Arioli ka qenë një shtys shumë e madhe. Kjo pikturë po realizohet nën kujdesin e mësuesit të pikturës Ariol Pepi, i cili thosë se është shumë e rëndësishme ti motivosh këta të rinj, të cilët kanë zgjedhur rrugën e bukur të artit, duke realizuar projekte interesante. Gjithashtu Pepi bën me dije se edhe në klasa do të realizohen në vijim piktura të tjera. Ndërkohë, edhe në fasadën e jashtme të shkollës së mesme artistike Teftatash Kokoço, është menduar që të realizohen disa piktura murale me element që do të identifikojnë këtë shkollë arti.